Ishte edhe një raport që Lekundi Shkundi, nëse më ta them ashtu, trupën gjykuse e stafin atit prokurorisë të avokatëve britanik. Që raporti preliminar sipas avokatit popullit që angazhoi ta bëj këtë raport pavarur, flet për gjetje tronditse. Ato që i thot edhe një organizatë kredibile avokatëve britanik. Kjo është një shpërfillje në anën tjetër nga ana e trupit gjykus, të këtij raporti. Duhet të jenë të shtangur, duhet të jenë të shtangur se çfarë po bëjnë e çfarë bën në këto 6 vite trupi gjykus? E vërtet, duhet. Unë e kam thonë shpesh herë e kam përsërit në përparaqitjet e mia publike që ajo gjykat po e krijon një precedent të rrezikshëm që nuk mund me shti në RTP. Nëse jo sot gjeneratat e njerëzve, fëmijët e tyne kanë me ardhe e kanë me pa një marrë juridike që ka qenë një levë politike për qëllime të caktuara. Do thotë, kjo gjykat e ka kriju një lloj komoditeti mbrana bunkerizimit saj dhe pa nevojës për përgjegjësi. Që kjo është tërkeqja më e madhe që s'ta duron demokracia liberale. Dhe kjo që ka bërë Liria Kohamën është mundu që detyrën e vet qytetare ta bëjt duke i ekspozu anomalitë, sepse qytetaria ka edhe përgjegjësi. Edhe një ndër përgjegjësitë e qytetarisë është që të ekspozohen anomalitë. Nëse ç'kjo gjykat këtë po na thonë njerëz të ekspert kompetent që ka anomali shumë të mëdha, edhe ne nuk po ekspozojmë, atëherë nuk e kryjmë detyrën qytetare. Mos harrojmë këtu në Kosovë, shpesh herë ka organizata që janë shumë nxashme edhe për të drejtën e kafshëve, qenve e ndacak. Edhe kur sheh një lloj monstrumi, një lloj stërkeqje çka është madhe që i ndodh juridikës edhe perëndimore po edhe kosovare dhe nuk reagon, më duket që ata mund të quhen edhe si qytetarë selektiv të s'po ja vlas një mbi emrin. Të trazon, kjo është e tyne. Nëse mund ta them ky neutralitet. Po është nuk janë neutral për çështje më ordinere. Neutraliteti është bashkëfaqësi, sepse qysh e thash edhe në fillim që qytetaria është ylla kurrëzore e demokracisë liberale. Demokracia liberale pa qytetarinë nuk kuptohet. Dhe ne nëse kemi zë për do anomali që nështë janë shumë më të vogla sepse sa ajo që ka po na ndodh neve, ajo është qytetari me korrespondencë. Ajo është qytetari selektive që nuk ka parime etike dhe morale brenda vetë, ajo është qytetari brenda agjendave. Po, te kjo që e the, kjo organizatë është shumë e rëndësishme. Prej organizatave më të rëndësishme në botë për fahun dhe disiplinën me të cilën merret. Çaj komoditeti i krijuar të mos pas nevojë dhe detyrë për përgjegjësi ndaj publikut është prishme që të organizat. Refuzuan ta shollit marrin pjesë në prezantimin e këtij raporti. Sepse janë mbrana tensionit dhe mbrana të nervozës së shpalimeve të agjendave politike. Një gjykat, një trup gjykues që thirret në emër të shtetit Kosovës i detyrohet qytetarëve të Kosovës nëse qytetarët kanë pyetje. Tash 6 vjet na kemë pyetje pa përgjigje. Kush është ajo gjykat që nuk e merr munin me na dhënë neve përgjigje? Kush janë ata? Janë Zotin tokë që i ka zbritë dhe nuk guxojmë i prek në emën të drejtave njeriut, shkelin drejtat njeriut, në emën të humanës e stërkeqin humanitetin, në emën krejt premisave tyne dalin jashta për çka janë të rritun, çka me bana me shku në xhamie në Kish mu lut që ata helbete me një sabah mu qu normala? Jo. Mbrana hapësirave demokratike duhet t'i thrasim në përgjithësi. Zoti nuk i ka qu, gabime ka shumë mëdha dhe ata do t'i jepin përgjithësi. Nëse ndodh largoh verdikti negativ, që kjo është precedani më i rrezikshëm i demokracisë liberale në Evropë, nuk është vetëm i Kosovës. Fëmijët tyne kanë me pas problem me përbi këtë precedent. Shoqënia, sistemi juridik i tyne ka me pas problem me përbi këtë precedent, sepse juridikja operon mbi kategori universale. Edhe secila disiplinë, kur operon mbi kategori universale, krijon maksima, krijon precedent që ti duhesh me i përcjell kod gaca ato. Nuk mund që ky gjyq me vendos sot diçka e nesër ma që atje me ndru rregullat e luajtjes.
nuk mund. Nështë ta mundet, edhe nështë ta edhe provon, por nuk ko me shku bashkë ashtu kollaj krejt